Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. E nisëm edhe sonte, data 27 dhjetor. Sa shpejt po ikin ditët edhe netët. Ikin ditët dhe shumë afër ndrimi viteve dhe 3-4 ditë na dajnë. Po, patjetër dhe mbaron kaq shpejt një maraton që besoj e ka kryer misionin e saj qoftë edhe në këtë ditë në cilin ne vazhdojmë dhe japim kartolinë dhe vazhdueshme. Por që ka dhe shumë të tjera materiale që ne do t'i paraqesim, mjafton që ju ruani çka të besnikërinë. Se dhe ne ju dua më shumë, se nuk do t'ju zhgënjej me gjitha të punë të mirë që jemi duke bërë. Unë jam e sigurt se kemi shumë besnik që na përcjellin, kemi shumë besnik që na presin të vi ora 21, edhe të nisim net, hapim si parin e parë me kartolinat për natën e sotme. Kush do ta hap si parin sonte? Mendoj një artiste sot. Ta nisim një artiste. Ajo është artiste me atë madhe. Ajo është artiste vërtet tepër e zonja, tepër e talentuar. Me penelin e saj ka zbukuruar gjithë fasadat e qytetit të Shkodrës. Dhe nëse shihni një fasadë bukur me tematikën e fundvitit, dije se kush e ka realizuar? Teuta Laxha. E mrekullueshme, shumë sportive dhe me shumë humor si gjithmonë, ka përcjell këtë kartolinë. Jemi me zonjën e cila e zbukuron qytetin e Shkodrës, një dhe vetmja Teuta Laxha, ajo e cila ka arritur të transmetojë çdo lloj emocioni, çdo lloj feste përmes penelit të saj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Jam e lumtur që ta tokim e nisim kështu bashk edhe bëjmë një gëzuar për festat e fundvitit. Besoj kjo duhet jetë një periudhë shumë e angazhuar për ty. Mjaftueshëm, pasi kemi porosi të ndryshme nëpër qytet, me rastin e festave për zbukurimin e ambienteve, mundësisht xhamat që janë pjesa e jashtme e vitrinave. Sa është shkalla e vështirësisë këtu? Për mendimin tim futet nga elementare deri tek mesatarja. Nuk mendoj se futet tek e vështira. Pra qëndrojmë tek ornamente tipike për festat e fundvitit, ndonjë babagjysh, ndonjë jingle. Shumë ta kërkojnë ato që kanë lidhje me borën, do thotë, kanë lidhje ndoshta edhe ndonjë element i krishtlindjeve, po më tepër është tek e bardha, tek bora, tek pemët, tek plaku i borës. Si e menaxhon kohën se sa nga njëri aktivitet tek tjetri, tek puna e përditshme, familja? Atëherë duhet të jesh shumë e sistemuar, duhet të jesh programuar me orar dhe me alarme që trokosin vazhdimisht. Edhe ne që të vjedhim nga koha jote. Kjo është sigurisht për një qëllim shumë mirë, për transmetuar punën e bukur që bëhet nga Teuta, një punë vërtet fantastike, dhe unë jam e sigurt kudo ku ju shikoni, e dalloni me njëherë penelin e saj, e dalloni me njëherë dorën e saj. Sa të vështirë janë klientët? Varet, disa në përgjithësi unë kam shumë respekt për ata të gjithë ato që më ftojnë, sepse kjo tregon një respekt ndaj punës time. Pra unë jam falenderuese ndaj tyre, por çdo punë ka vështirësinë e vet, është e ditur ajo punë. Si është viti i ri për ty? Viti i ri është unë i gëzohem sepse kam pushimet. Por normalisht është një atmosferë pozitive sepse njerëzit thjesht ngjyrat dhe ngrohtësia e ambienteve të jep një ndjesi, një dritë drejt të mirës, sepse ne po vuajmë shumë me kronikat e zeza të lajmeve këto dhe na jep një çik shpresë kjo ambienti festiv këto. Edhe frymëzim mendoj për ndonjë pikturë të re, ndonjë punë të re. Patjetër, gjithmonë gjejnë frymëzimet për gjithçka që mund të realizohet. Çfarë është një dhuratë e bukur për ty? Dashuri, mbledhje në familje. Leri këto diplomacira, një dhuratë më thuaj. Po për një piktor janë gjithmonë bojërat. Aty përri. Për një piktor nuk ke nevojë të pyesësh se shkrejt kollaj, çdo material që ka lidhje me bojërat në pikturat është gjithmonë një dhuratë e bukur. Nëse unë të kërkoj, çfarë ngjyre i vendos krejt vitit 2025? Mas ma thuj. Mas ma thuj sepse do i kisha vendos një gri.
Ishte një vit që la pas një vjetorin e vdekjes Martinit, la pas vdekjen një çuni tjetër, la pas shumë grindje dhe sherrre, dhe do doja që t'ishte një vit jo i zi, po pak të ngri me pak shpresë dhe në vitin tjetër të mos të kishim më lajme të tilla. Me çfarë ngjyre doje ti të ishte viti 2026? Pra, me çfarë shpreson ti që ta mbyllim 2026? Ose do takohemi prapë edhe vitin e ardhshëm, ne këtu jemi. Do doja që t'ishte i bardhë. I bardhë. T'ishte i bardhë, qoftë si vit i bardhë, po qoftë edhe me borë, se u thamë që t'binde edhe ka kohë në fakt që s'ka rënë borë, e vërtet. Mjaft me bora në përgjamat e tu. Let na bjerë, borë reale, sepse fëmijëve u duke si kur po flas për diçka abstrakte, kur u flas për borën. Më rrit me një kohë të tillë. Ngrohja globale. Lutet falenderoj shumë për kohën edhe këto momente shumë bukura, por mbi të gjitha për momentet e mrekullueshme që na dhuron 365 ditë. Falenderoj me gjithë zemër. Ju falenderoj me gjithë zemër. Një urim për të gjithë miqtë e Tatokim? Durim, gjithçka zgjillet. Gëzuar dhe një vit të mbarë të gjithëve. E ke mbyllur me një fjalë shumë të mençur. Të falenderoj shumë. Falenderoj dhe juve. Ky pra ishte materiali që kishte përgatitur Noela, unë të përgëzoj mike ime dashur, Teuta e meritonte një kartolinë të tillë. Absolutisht. Është e jashtëzakonshme në punën e saj të mrekullueshme që bën për më tepër dhe ka një natyrë shumë mundi hapur dhe prandaj njerëz të tillë duhen përkrahur gjithnjë dhe më shumë. Dhe unë për më tepër e dua shumë fort sepse është vërtet shumë e veçantë. Tani, çfarë kam këtu në duar? Po sa e bukur, me ku e bëre këtë ti? Ku e bëra. Edhe me emrin e emisionit Tatokim? Pa tjetër, ja, shikoje pak. Ua, Tatokim, e mrekullueshme. Një kemi apo dy? Një Tatokim ka. Një Tatokim, po kush do e marrë në fund të emisionit ato? Po ti pra. Unë? Ti pra, ja. Unë me madhja? Faleminderit, unë them që ti t'ja çosh gocës tënde të vogël. Atë e kemi më të voglën që në familje. Do e prish gjithë të mrekulli. Nuk e ajo. Lart që mos e kap. Sa më lart. Lart që mos e kap. Këtë ka realizuar Aida Radohina. Aida është vërtet fantastike, si një punishte elfësh është, edhe realizon gjërat mrekullueshme. Kartolina, globat personalizuar, gjithçka me tematikën e fundvitit. Në dhjetor se muajt e tjerë të vitit, çfarë nuk bën ajo. Përcjellim urimin e Aida Radohina. Tatokim është vendosur në punishten e babagjyshit, tek punishtja e elfëve. Bëj shaka sigurisht. Jemi vendosur në shtëpinë Radohina. Këtu kemi Aida Radohinën. Mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Jam shumë e lumtur që jam këtu, nuk ka kuptim fundviti pa ne të dyja bashkë. E kemi bërë traditëshmë, edhe siç e shihni, kemi shumë punë përpara. Tani, Aida, ti fundvitin e ke tepër të ngarkuar. E kam e fije. Këtë vit edhe më shumë se herë të tjera. Dy fish mami e prandaj. Absolutisht po. Megjithatë, sa i bukur është fundviti? Fundviti është ëndra eme e fëminisë, që vazhdoj e kthem edhe një herë fëmijë, njësoj si atëherë. Biles, ta unë tashtë edhe diçka. Mora një ftesë para pak ditëve për natën e Krishtlindjeve, edhe faleminderit shumë personin që më ftoi, sepse ka mundësinë kështu që t'i rikthej edhe fëmijëve të mi atë gëzim, atë kënaqësi, e atë tatrita të bukura që ka nata e Krishtlindjes. Faleminderit për këtë urim kaq bukur. Unë e di që personi që të ka ftuar po është edhe shumë e lumtur në këto momente. Tani, ajo çka ne do të bëjmë bashkë, do të shohim si punon ti. Se ti punon gjërat mrekullueshme, ti me ato duart e tua të arta gjithmonë krijon mrekulli, por jemi gjithmonë kurioz. Absolutisht jo, e vërteta, e pastër, e saktë dhe shumë e thjeshtëzuar. Tani, si ja del ti të realizosh të gjitha këto? Me kartolina, me... Lëre punë njerë, flasim njerë, lafet për para. Tani, me kartolina, me globa së fundmi, me qëfar tjetër të kam betur pa eksperimentuar? Se dia zëjtë që ka me, du të me po. Po shojmë, para disa viteve fillon me punu kartolinat. Realisht, ishte dhjetori i 2019-ës, mos u gabofsha, po i 2019-ës dhe isha postpartum atëherë, fëmia i parë dhe gjeta një shërim Noel. Po punosha kartolina dhe parë që postpartum fiku ti se kam punë tjera. Edhe fillova të punoj këtë kartolina, megjithse fillova të profesionalizuar, lutem shumë tash.
Tani, këto vetëm kartolina nuk janë. Tani, janë vërtet një artë më vete, se cila nga këto. Kjo quhet një tuf lule në kartolinë. A është vështirë ideimi i se cilës kartolinë ndryshe nga e para? Jo, a shumë e vështirë me të kërku me të botë njëjtën. Se s'mundem, s'mundem, realisht nuk mundem. Ja këtu ke disa modele. Shohim disa modele të ndryshme. Ja sa fantastike. Shikoni preferume të nëjë. Sigurisht tani, unë pa jeshilën sikurs. A do në përvat? Djerë si ja gjej një vend. Ja mundu me përdor motivet e këto e festave që njerëzit që ti dhurojnë, të dhurojnë edhe pak fest. A është rikthyer edhe një herë tjetër pjesa e kartolinave që duke sikur ka humbur? Njerëzit kanë dëshirë, po shoh që fëmijët mos pari edhe vajza jeme kërkon që ti urojnë njerëzit përmes një letre, sepse ka filluar dhe mësu me shkruaj dhe i duket sikur është gjë e mrekullueshme. Dhe është kjo vërtet, edhe këto të dyja të lutem, është vërtet një traditë shumë e bukur që ne kemi. Mban mend e ke ruajtur kartolinat e para? Fryu era. Avi perdet e mëndafshta. Tundi perdet e mëndafshta. Janë vërtet... Si ti harroj? Pa çfat. Janë vërtet disa momente të bukura, por që na çojnë shumë pas ndër vite në një kohë që ishim të lumtur. Prap të lumtur jena. Edhe më tepër, patjetër. Nga kartolinat ke kaluar tek globat e pemës së vitit të ri. Jo, kot kam lanë këtë modelin e parë, ishte muza jeme. Kjo është gjingla vajzës madhe, Erabel. Vogla xhelozë se kam bë hala. Ku ta gjejmë kohën? Vitin tjetër. Absolutisht. Jo, këtë vit, po. Para Krishtlindjes do t'ja përfundoj. Kjo është gjingla e Rabelit, e dekoruar me një balerinë të sipër, sepse ka shumë qejf të jetë balerinë, po që kilet aktualisht nuk e lejojnë. Mund të punoj shumë edhe t'ja arrijë. Çdo dëshirë që mund ketë, mund t'ja dalë më së miri. Është e punuar me ngjyrë vishnje, emri komplet i prerë në dorë, edhe kjo është gjingla saj që hoqa prej pemet për me ja u demonstrua dhe ju atë. Është vërtet shumë bukur, po një jingle që e kam parë së fundmi ishte tani bukur shumë, tepër interesante, ishte me shtiza. Se që më këtheu një frymëzim për të kriju diçka tre, edhe thash pse mos ta baj, po kërkosha shtizët se nga ndrimi shtëpi nuk parisha me i gjetë. I bleva treja, edhe ajo zonja që shkova me i ble, që do të punosh ta? Po do të punoj diçka. Me të vërtet do të punosh, po me të vërtet do të punoj, thash. Se është shumë e çuditshme, po është e çuditshme që një vajzë re të punoj me shtizë. Tentoj që edhe vajzës t'jam mësoj edhe e pyeta realisht a din ç'a janë gjypner, tha, si u ndiva krenare, vetëm me kaq u ndiva krenare. M'fal, është vajza jote, tani si do dilte ndryshe. Dhe kjo është gjingla që punova. Atje kjo pjesa e gjupit, dhe me çop. I punum, realisht është i punum në dorë, i vendosëm këtu brenda gjingles dhe ka ca lule thata poshtë, edhe kjo është kjo është dhuratë. Realisht e kam menduar për një njeri që e kam shumë për zemër dhe do ta vendosja ajo në pemë sepse hala nuk e di se ku do t'i shkojnë, por që kur ta shohin edhe kur ta marrin te pema, do t'jetë besoj shumë e vlerësuar. Dhe është vërtet një ide shumë interesante. Kam përshtypjen se përdoret edhe për gender reveal. Po, ide e bukur do t'ishte. Ideja është e bukur. Në fakt, këtë ide e di që ti e ke pasur shumë kohë më përpara. Ja ku erdhi koha për ta realizuar. Erdhi koha për ta realizuar. Ka dhe gjingla të tjera të punuar. Po. Foto, tu është Erabeli, ka kanë e vogël. Edhe të tjera, kjo është që e kam përdor për vajzën e vogël që vjet. E kam punu dhe e kam vendosur në pemë, se s'kishim menduar hala për një emër. Dhe e përdorëm këtë jingle për ta marrë kujtim dhe vazhdon të jetë aty në pemë. Shumë e bukur. Materialet janë një tjetër kokçarje, mendoj. Sepse është të vështirë për t'i gjetur, për gjesh tamam materialin që të duhet, apo gjen materialin dhe pastaj krijon si funksionon me ty. Me mu nuk e di si funksionon. Edhe po t'i pyesësh edhe të tjerë, fillojnë se cili prej ty ne mbledh nga një gjë që mund t'i pëlqejë Aidës. Po. Mirë bëjnë. E nash copa fjonxhesh, edhe nana i je po ashtu që e përshëndes shumë. E përshëndesim fort. Mbledh fjonxhe të vogla të veçanta që është shumë vështirë ndoshta të shkoj ti gjej me metra, por ajo grimca aty më mjafton. Edhe kjo i e gjen vendin. Po. Edhe kjo fjongoja këtu, realisht ka një riciklim, ka një
gja e mbeton, edhe pse mos ta rikthejmë edhe një herë në jetë dhe vendosëm këtu. Ja sa bukur ka dalë, vërtet fantastike. Secila nga këto është shumë e bukur në fakt. Si është emocioni kur punon për dikë tjetër. Emocioni që e di që këtë gjë që ti e ke bërë kaq shumë bukur, që ty të pëlqen shumë se e shikon se është e bukur, t'ja japësh pastaj dikujt tjetër. Ta kam thënë edhe herë të tjera që është tash që i kam 2 fëmijë, nuk po them që është njësoj si të ndash fëmijën, por është një krijimi i joti që nuk shpreson gjë tjetër veç ta vlerësojnë, po pak a shumë gati sa ti. Dhe mos ta përdorin për një vit e mandej ta hedhin. Por mesazhet më të bukura dhe vlerësim më të mëdha janë ata kur një klient më thotë që filan jingle e kam bler para 2 vitesh. Është njësoj si ditën e parë, nuk më ka marrë mend që do të ishte kaq e bukur e punuar dhe aq edhe e qëndrueshme realisht. Por duart të ketë arta dhe unë aty ikën gjithë lodhja, edhe tani ne e shohim në secilin punim që ti ke bërë që duart i ketë arta. Frymëzimin, ku e merr? thash. Ku e blen të frymëzimin ti? Të thash që para 6 viteve kam mbush, ishte era Beli. Sot është edhe Seren, edhe gjithë njerëzit tjerë që kanë besim tek unë. Të përfshijë edhe ty. Unë bëj vetëm një detyrë të vogël për të mbështetur të gjitha ato vajza të cilat kanë ëndra të mëdha dhe punojnë shumë fort për të realizuar këto ëndra. Unë jam dëshmitare sa fort punon ti për të realizuar ëndrat e tua, sa mesazh dhe shembull shumë i mirë je ti. Jo vetëm për vajzat e tua, por për të gjithë vajzat tjerë që na përcjellin, sepse kështu duhet në fakt. Punosh fort dhe të besosh shumë fort tek vetja jote. Tani, punojmë diçka shpejt e shpejt për t'ia treguar njerëzve që nuk janë veç fjalë këto që themi ne. I kemi armët e punës. Ja është arma kryesore, pa te nuk mund bëjmë asgjë. Kega e mezën se gati më kapi paniko. Atëherë kena këtë jingle e kuqe që e kanë vendosur ta bëjmë dhuratë, po e lëm për në fund. Mirë, pa shohim se kujt do i shkoj dhurata. Atëherë do të mundohena me bë diçka të veçantë dhe ndoshta ta përshpejtojmë pak aty se Përfunduam? Mbavje edhe po. Se duket sikur s'ka vend më për gjëra të tjera. Si e ka emisioni? Të lutem. Hajde ta tokim, pra. Ta përfundoj me prekjen e fundit, si mendon ti? Ta tokim. Ta tokim. Sa ta njësim. Okej. Edhe një prekje të fundit. Vërtet fantastike, tepër e bukur e të lumshin duar. Ti kemi treguar të gjithëve se si është si realizohet një jingle kaq e bukur, por unë e di se vetëm ti mund ta realizosh, është e kohë që ta shohim ne të tjerët. Jo vetëm. Jo. Kjo është e vërtet. Sa rëmuj bën kur punon Aida? Po të shi. Se tani ke punuar shumë pastër, po të shoh. Dramca. Gohat bukbane dhe dramca. Shumë rëmuj vaj. Sa orë në ditë merresh me realizimin e gjithë këtyre mrekullive? Për të dash, do të isha marrë minimalisht 4 orë në ditë pa lodhje. Po puna, fëmija, nuk të del koha kaq shumë, por kur është mundësia, është të vështirë menaxhimi i kohës? Po i vështirë është, po ti e di edhe vetë. Kur ka pasion, kur unë kam ndihmë, pakte në shtëpi, unë kam ndihmë shumë dhe të merrem vetëm ata detyrat
ndoshta me edukimin ose me ndimu me shkru, me lexu vajzen, e me vu me fjetën, me çu tjetrën, e të kesh asnjë kasave tjetër për shtëpinë, kështu që duhet përshëndetur edhe dikush tjetër. E përshëndesim shumë fort në Anëndin, e duam vërtet shumë fort sepse bën një punë shumë të madhe, lumti që e ke. Tani, fund viti është shumë interesant sepse dhurohen gjëra. Çfarë duhet të dhuroj njerëzit ty? Se nëse ka një njeri në Shkodër, po unë mendoj edhe në botë, që është i vështirë për t'i dhuruar diçka, është kjo vajza këtu. Çfarë duhet të dhuroj njerëzit ty për të bërë të lumtur? Para jo më larg se 2 vitesh, kam kërku që për ditëlinje secili nga miqt, vëllezërit, motra, të më shkruajnë nga një letër. Ka kënë ditëlinja më e bukur. Nuk kishte rëndësi se a ishin lodhur me vledhurat tjetër apo jo, ato fjalët aty janë halon sirtar edhe sa herë që mund nihem me pa shpresë, mërzitur, e lodhur, rilexoj letrat. Nuk jam njeri materialist, ti e di, ndoshta vetëm një për aty në Kartolina mjafton, ti e bëme nga durt tua, tatit, kujdo që mund të më adhuroj, edhe ato fjalë të shkruar me dorë jam shumë mirënjohëse. Është vërtet shumë bukur, po ti po na përgjigjesh me diplomaci. Diçka, çfarë të dhuroj njerë, diçka konkrete, ke dëshirë ti jo? Jo, thash. Jam e drejt për drejt edhe këtu mje, kështu që thash mos kamerat vendos pak filtra. Ja. Shans i pamundur ky. Okej, mirë. Tani, është fund vite dhe sigurisht ne nuk të marrim më shumë kohë, unë e di që e ke ditën shumë të ngarkuar, por do donim edhe një urim për miqtë e Tatokim për fund vitin. Jo vetëm për miqtë e Tatokim, për edhe ato njerëz që mund të ndodhin jashtë vendit nëse kanë mundësi të na njekin. Për të gjithë ato, ju uroj një Krishtlindje dhe një vit të ri me zemër të bardhë dhe me shumë dashni në zemrat e tyne, shnet, po pse jo dhe pare, se i lehtësojnë gjanat, po mi gjitha shnetin dhe zemrën e bardhë. Shumë dashni, edhe me që jena këtu ku jena, një falë me shnet edhe aty në tjeme nga një kartolin, edhe t'ju urojmë me gjithë zemër. Emisionin Tatokim, ty, që nuk më harron kur, kudo që je, edhe shumë dashni për ty edhe gjithë ato njerëz që të rrethojnë ty, sepse je veçantë. Faleminderit. Unë po i marr këto. Njërën e mora, edhe këtë po e marr, bukur shumë. Unë falenderoj nga zemra që gjithmonë na hap derën e shtëpisë sate, por mbi të gjitha na hap zemrën tënde, edhe na tregon sa e mrekullueshme je ti. Gëzuar. Jo, s'po të llastoj, unë po them vetëm atë çka është, po të paktën një herë në vit na lejo ta llastojmë njëra tjetrën. Ti e bën edhe më shpesh. Gëzuar e për shumat, një Krishtlindje të bardhë, një vit të ri të mbushur me gëzim, me lumturi dhe me gjithçka që ke dëshirë ti. Tanë bashkë. Falenderoj Maidën për këtë dhuratë vërtet fantastike, por edhe për kartolinat të mrekullueshme që na ka dhuruar. Okej. Tani do kalojmë në temën e dashurisë. Je dakord ti? Shumë dakord. Dakord? Gjithmonë dakord për temën e dashurisë. Tjetër. Sikur nuk e kemi prekur dhe aq. E beson ti që një çift personalitetesh të njohura në Shkodër deklarojnë, për shembull ai thotë kur e shikoja në ekran thosha, ata kapja një herë. Gjithë të deklarat. Gjithë të deklarat, shumë e zjarrt, sepse kaq shumë e pëlqente Kleopatra Doklen. E kush e ka thënë këtë? Patjetër bashorti i saj. Patjetër bashorti i saj dhe ai shumë i nderuar, por është një intervistë shumë e bukur e çiftit Doklet, të cilin ne e takuam gjatë një vizite që ata kishin në Shkodër, pasi her pas here ju dërgohen ftesa dhe pse i jetojnë larg Shqipërisë, por vinë kur marrin sidomos ftesat e Shkodrës. Nuk i refuzojnë asnjëherë dhe ja kartolina që ata kanë dhënë. Një kartolinë urimi do marrim dhe nga ky çift shumë simpatik, ata janë bërë tashmë mediatik, kemi zonjën që ka marrë gjithë meritat artistike, zonjën Kleopatra, faleminderit që keni ardhur sot. Por merita ka dhe burri më vete. Shysh kam unë për Shkodrën kam shumë. Le të flasim pak për meritat e tua, se për Kleopatrën kanë folë gjitha televizionet, të nisim nga ju. Shiko, Koseda, ju nuk më njefni, po spektatori Shkodran më njef. Është një 18 vjeçar aty që është e Jordan Misja, nuk të njeh. Nuk më njefni, po, ai po. Okej, ati 18 vjeçar ti themi. Unë në këtë skenë kam 53 vjetë që kam hyrë për herë të parë në skenë dhe 37 vjetë që kam vënë
disa premierat suksesshme me estradën e Shkodrës. Kam patur fatin natyrisht të drejtoj që nga Tano Banushi, Paulin Preka, Zylja Miloti, Dranen, Sander Ruqin, Besnik Qinarin, dhe bashkëpunimi me këta artistë më ka dhënë edhe mua suksesin e merituar, kam përfituar. Kështu që Shkodra për ne është një nga dashurit jetës, se kemi 10 vjetë kemi punu në Shkodër, kemi jetu, edhe vim me mall në çdo fest, në çdo ftesë që na bëjnë, vim me kënaqësi. Me kënaqësi, po me dashuri. Me dashuri shumë të madhe. Ka diçka magjike Shkodra, sepse e ka një lloj magjike, jo vetëm ato 10 vite, po ne në Shkodër që kemi ndenjur, domethënë kemi kaluar një kohë me të vërtetë e mbajmë mend. Sa qëndrua? 10 vjet. 10 vjet. Aktualisht ku po qëndroni? Po tash jemi në Sofje. E tash vim vetëm me ftesa. Kush na fton? Domethënë ju jeni marrë një ftesë. Kemi marrë me ftesë. Ditëve të morë. Është një arsye shumë ashtu që do vini nga Sofja dhe atmosfera festave në Shkodër. Po, me kënaqësi. Okej, si jeni njohur ju të dy? Ta zbulojmë. Është histori e madhe kjo. Nuk du ta themi të madhe, sa më të shkurtër. Se i kemi festa, ne duam nga këto histori dashurie. Skena? Skena na ka njoftë. Takimi në estradave profesioniste në Kukës. Po, tani kush kjo propozoi para? Jo, unë. Jo, mos e kanë ndryshuar gjëra sot, kanë ndryshuar gjëra sot. Sot e tërë gjë të propozojnë femrat. Ko nuk dole i ballatin 176, çfarë ja thashë para? Duke ardhur për Kukës, kjo tha, shpjegoj me detaje. Mos më shkelshin këmbët më në Kukës, i tha një kolege e vet, aktore e mirë. Jo, unë jo, ajo aktori e tha, mos su jashtu më se si dihet vajzë re, do të ngullen këmbët, dhe vërtet ju ngullen dhe nuk ju shkullen. Dhe pasaj, si lindi shkëndija e parë? Shkëndija e parë në skenë. Në lindi, pa njëri tjetrin, ky me të parën apo jo? Ky më kishte parë, më kishte ndjekur ashtu, por kur shkuam aty në Kukës, atëre u pam pak më afër, edhe shkëndija ishte kështu, pa njëri tjetrin. Do me thënë, konkluzojnë që saj, mos isi keq për një gjë, sa ju bjen për rrisë. Shiko, ti e super zonjë dhe sot, shumë e paraqitshme. Po, atëherë kur ishte gocë e re. E di kur ditë në televizor që thoshon, o, ta kishtë ta përmbledhish njërë. Dhe e përmblodhe. Dhe nana ime më thoshte, të vjen turp si flet kështu, që ka më i them unë. Ko tani, familje të tha gjë që ishte nga Kuksi? Asnjë gjë nuk tha. Familja ime nuk ishte fanatike. Familja ime ka qenë nuk ka pas Kuksi me Shkodrën tani. Tha një herë nëna ime tha edhe babai tha aman më çup ku do na çor deri në Kuks. Po jo vetëm nuk do shkoj në Kuks, këtu do të jem vazhdimisht se puna jonë me stradën lartë e poshtë, jo në Vlorë, jo në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, domethënë lëvizshëm, edhe nuk më duk fort edhe mua larg. Pastaj dashuria ishte ajo që në Kukës sa qëndrua në Kukës? 13 vjet. As 3, po 13 shumë, shumë. Unë se ajo më shumë ishte në 13 vjet. Megjithatë kemi kaluar një mrekulli. Ne kemi bërë një emision, se tani po duket sikur Kozeta, unë e du shumë Kuksin, ë? Kemi bërë një super emision në verë. Kemi qenë te Ujvara Topojanit. Po kemi parë muzeu, po shkuan, kemi bërë super emision me klubin Taraboshi. Kuksin e kemi pasqyru dhe më ka bërë shumë përshtypje, sheshi kryesor, po si mor pasërtia që madhe në Kukës. Do të them jam pa fjalë fare. Hajde ngrej moralin e kuksianëve se do më mbysin. Jo, po të them një gjë shumë interesante. Fshati im i lindjes ka pas një ekip futbolli. Dhe në vitin 1929, është me dokumenta, ka luajtur me vllazërinë e Shkodrës. Është mundur natyrisht 2-1, por imagjino fshati im. Ekip futbolli, ekip fshat. Se ka luajtur me vllazërinë. Edhe të mos harroj dhe ca akullore të mira që na thanë, shiko, filani bën akullore shumë mira në Kukës. Le Kuksi ka shumë vlera, më ka. Ka shumë gjëra. Po muzeu etnografik ishte hata fare. Djali Xhaxhaj time ka bërë atë muze, Ramet Past. Jo, mrekulli që kishte gjithë ato elemente janë befasuar. Bëni një vizitë në Kukës edhe për festa, mos e lini vetëm për verë. Kur isha unë në Shkodër, kisha miqësit natyrisht me Serafin Fankon Ramet, me Fadil Kraj. E thash, ama ti erdhe nga
nga fshati, erdhe në Shkodër. Mos më shisni më në mu, se fshati im ka lujt me vaznin. Bravo. Lumi Luma është mrekulli, ai Guida që na shoqëron, ata që ka disa gojdhëna dhe ne qëndruam aty në furgon. Për këto gojdhëna duhet shkojnë. Shumë bukur. Një urim për të gjithë teleshikuesit se do mbetemi te Kuksi dhe pastaj do thotë Kozeta, a je për emisionin ato? Okej, shkojmë në Kukës. Një urim për të gjithë shkodranë shqiptarë që po të ndjekin. Uroj me gjithë zemër të kenë një vit të mbar, të begat, të kenë dashuri për njëri tjetrin, respekt. E ta dojnë njëri tjetrin, të jenë sa më të lumtur e të gëzuar me familjet e tyre, mos ju paft syri keq askuj. Paqe në gjithë botën. Bravo, të lumt goja. Unë, si shkodran nga Kuksi, them që për shkodranët dua gjën më të mirë, gjithmonë. Ju uroj gjithë të mirat dhe inshallah kemi jetën të vim sa më shpesh se e kemi sikur na rinon Shkodra. Bravo, jeni gjithmonë të mirëpritur në qytetin tuaj, mu keni dhënë kontributin dhe shkodranët duan t'u kthejnë, qoftë me duar trokitje apo me mirënjohje dhe pas kaq vitesh. T'ja kaloni gëzuar në Shkodër. Faleminderit shumë, gëzuar edhe ju. Faleminderit. I përshëndesim shumë fort, vërtet një intervistë tepër e bukur edhe e veçantë, por mendoj ndër më të veçantat që kemi realizuar në këtë edicion. E adhuroj faktin kur shpreh në mënyrë të sinqertë njerëzit përpara kamerës. Është fantastike kjo. Pa filtra fare. Tani, çfarë dhuron ti për fund vit? Unë? Po. Unë më shumë marr, po, okay. Po dhe do dhuroj ndonjëherë, për shembull, një dy kuklla të vogla janë bërë gati, domethënë se Daniles duhet të bëjmë atë skenën. Ke parasysh që ti i ke thënë se po na dëgjon tani, po inshallah tani këtë nuk e ka mendjen fare. Okej. Pra ne i themi që ka si babagjyshi viti 3, po ne me ne ja çojmë edhe ti vajzës tande. Okej. Kush janë babagjyshët? Ja, okej, lëm aty tak fëmia shkon, e solli babagjyshi, i shkruve letër babagjysh nga këto pralla derisa ta kuptoj. Edhe kur kupton nga mosha 8 vjeçare, 10 vjeçare. Kur e kupton pastaj të bën hor. Se më ke gënjur gjithë ta vite. Po, e kam provuar. Unë jam ende në hapat e parë. Unë jam ende në hapat e parë të kësaj historie, kështu që kam ca vite të mira gënjeshtra përpara. Por një dhuratë vërtet fantastike, që unë kam shumë për zemër, për ta marrë, por edhe për t'ia dhuruar të tjerëve, janë librat. Vërtet? Librat janë një dashuri shumë e madhe e imja, edhe mendoj edhe shumë të tjerëve, sepse Shkodra lexon shumë. Shkodra është vërtet shumë intelektuale. Dhe unë shkoj gjithmonë vetëm tek një vend për të bler libra. Është libraria universitare. E ne përshëndesim shumë fort Arjan Goka, i cili ka pranuar të bëjë një intervistë me ne për të na treguar se cilët janë librat e rinj të këtij viti, librat më të shitur të këtij viti, apo librat që duhet me patjetër t'i lexoni. Përcjellim kartolinën e Arjanit. Tatokim është zhvendosur në një nga vendet më magjike të qytetit të Shkodrës, tek libraria më e dashur për të gjithë shkodranët. Arjan, mirëmbrëma dhe mirë se të gjetëm. Mirëmbrëma. Jam shumë e lumtur që jam këtu, është një ndër vendet e mia të preferuara. Kemi shumë vite që bashkëpunojmë bashkë, Arjan, herë me televizione, edhe shumë në sferën personale, se unë këtu i blej të gjithë libra që edhe për vete, por tani edhe për vajzën na shtuar edhe një shpenzim tjetër. Arjan, si është libri në raport me shkodranët? Atëherë mund të në dhonë një mërëma mirë se ardë. Shkodra, Noela, është një qytet që lezën. Kur me fles me miqët edhe në Tiranë edhe në qytetet tjera, po dhe me shpit botuesi, e thëmë, Shkodra qyteti i parë, mas Tiranët gjithmonë, do të argojmë, qyteti i parë që me librin është shumë dashamirës, e pëlqen shumë në çdo brez. Që të vetë të fëmijët dhe dhe të më shumin. Unë ta kam zili shumë profesionin, se i ke librat këtu në duar, i ke kaq afër, lexon sa të duash ti, edhe vërtet që ta kam zili. Libri është një kënaqësi, është qysh me një rinin, edhe ku të unë e gjaj veten të librat, ashtu si të gjithë tjerë që kur e marrin librin, i marrin herë edhe në atë kënaqësinë e librit, edhe e shijojnë. Kam kliente që vinë dhe thonë, ose mirë, na ke sugjeruar libër, po ndoshta pak me humor thonë,
në fëmijët e ty në zot mos më jep mamit kaq libra se nga la 3 ditë po na shërby. Libra është një kësi. Në raport me, në qoftë se është në pyetje tjetër, por në raport me shtëpiat botuesa jam të nxjerr libra shumë cilësor, shumë në raport me përkthimin, sepse ka të bëjë shumë. Kur ti merr një libër në dorë dhe nuk e kupton se ku do dalin. E vërtet, përkthimi është një ndër pjesët kyçe, mendoj, të librit. Sa do i bukur të jetë nëse nuk është përkthyer ashtu siç duhet dhe nuk ka ardhur bukur edhe në gjuhën shqipe, sikur ja venit pak. Dhe humet ajo, ndoshta është libër të autorëve klasik dhe ti ke në dorë një libër që kur do ta nxjerrin, kur do të ndalin. Ajo që unë duhet të di është nëse ne hedhim një vështrim për gjatë vitit 2025, se tani jemi në fund, në ditët e fundit të këtij viti, e bëjmë disa rezume. A ka pasur prurje librash? Ka shumë prurje librash. Shtëpiat botuese nxjerrin më cilësore, aq më tepër që tash janë të njëjtë edhe këto panajiret e librit që organizohen jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, po njëjkin në Frankfurt, në Paris, në kështu jashtë vendet. Dhe lidhen me botuesa, lidhen me libra që kanë atje ka pas shumë shitje me autorë që kanë një emër të madh dhe vazhdojnë serinë e tyre. Dhe kjo është vërtet diçka e bukur. A favorizohen apo jo shkrimtarët shqiptar? Prurjet, sidomos si mjet prurjet e autorëve shqiptar kanë ka pas shumë. Nuk do të themi i madhi Kadare ose Drejtori Agolli, Fatos Kongoli, por janë edhe shkrimtarë tjerë që kanë një emën, kanë kriju një emën, edhe poet, kuptohet. Këtë pjesa poezisë kena pak ashtu, po ka shumë poet mirë. Unë një në ata që unë e maj gjithmonë libari është Entela Tabaku. Një emër risifikator, si vetëm se ashtu po set përkthyese. Profesor Stefan Çabaliku e tjerë. Tjetër emër goxhan e pesh në letërsinë shqiptare. Çfarë preferojnë më shumë shkodranët? Cilin zhanër librash preferojnë? Në gjithë. Por është edhe një trend i këtyre të rive. Doj një libër që është edhe thriller, edhe spionazh i fort. Më ke prekur në pikën e dobët. Vërtet to janë edhe të preferuarit e mi edhe kënaqem kur dëgjoj që ka edhe bashkëqytetarë të tjerë të mi të cilët preferojnë pikërisht këtë zhanër. Cilat kanë qenë disa nga librat më të bukur që ke lexuar ti gjatë këtij viti? Unë për mua është e preferuar Giulia Navarro. Giulia Navarro, sa e që del libra i saj, unë nështë kam kap një libër tjetër edhe knalem, them të Giulia Navarro. Mëse janë ta librat e mbutimet Living, që ka një është Daniel Silva të pjesa e spionazhit shumë i fort. Edhe janë botuar shumë nga seritë e librave të tij. Ai ka edhe më shumë në gjuhën angleze, por edhe në gjuhën shqipe janë botuar goxha shumë libra të tij. Kurse pjesa e rinis don edhe Colin Hoover. Colin Hoover. Duhen edhe gjuhë angleze, por habitet me një kategori, po thënë janë pjesa e adoleshencës që dojnë me lexu në anglisht, kur ka disa shprehje që është shumë e vështirë ta kuptojnë ata në anglisht. Prandaj. Pra ka edhe nga këta qytetarë shkodran të cilët duan të lexojnë librat në anglisht, gjë interesante kjo. Shumë. Ka një rritje të madhe të këtyre librave në gjuhën angleze. Por ka edhe me hapjen edhe me ardhin e shumë turistave, janë të kërku librin historik në gjuhë që mendojnë ata në anglisht, francisht, italisht edhe mundon me u kriju mundësin për me gjetë librin. Çfarë kërkojnë më shumë turistët kur vinë në librarinë tuaj? Thonë të drejtën është ajo pjesa e kujdes që ka është mangësi e këtyre botuesave që merren me këtë punë. Pra atë nuk e kena në fakt, atë kërkojnë më tepër kujdes, mos të Shkodrës, por edhe të Shqipërisë.
Kurse për historinë e Shqipërisë ato ka butime, ka shumë butime. E kërkojnë edhe historinë e Shqipërisë. E kërkojnë edhe ka. Kemi histori të bukur në fakt. Jo vetëm Shqipënia, pa Shkoda, sidomos me pjesë me kohë të ndryshme që me pushtimin osman, me kohën e Zogut, me ndihmën që ka bërë Austro-Hungaria, kuptohet edhe pjesa e udhëtarëve që kanë shëtit në për Shqipënia, sidomos në periudhë që është Edi Durrës. E vërtet. E i madhe Robert Elisia. Po, patjetër. Kanë shkruar bukur shumë për Shqipërinë. Në kanë shumë gjëra me vlerë që të hujt po e shohin se çfarë mrekullie dhe Shkoda. E vërtet, më në fund po del në pa gjithë vlerat edhe bukuria dhe veçantia që ka qyteti që ne jemi të bekuar të jetojmë këtu. Arjan, një ndër dhuratat më të bukura, jo vetëm për fund vit, por për të gjitha llojet e festave, është libri. Kur njerëzit vinë këtu, a vinë me ide të qarta apo thon çfarë më sugjeron për mamin, për babin, për një shoqe? Përgjithësi, nuk do na me thonë, jo vetëm unë për dhe librar tjerë, jene anatë që ja krijoj mundësinë librit për me ecë, në çfarë do lloj gjaje, sepse na jo sugjerojmë ta kanë ardhë me marrë mendimin tonë. Dhe kanë besim sepse janë shumë vite që jena në librarinë e Treg. Do të fillojmë çështën e fëmijët që prind vinë kërkojnë librat e profesor Gjahidit, që i Bushatit. E vërtet. Është një shkrimtar i madh për fëmijë, jo vetëm për fëmijë, edhe ka shkruar edhe për tjerë, pa ajo pjesa fëmijëve është edhe librat e tij kërkojnë sepse ti e shef ngjarjen të një shkrimtari që ka 40 sa vjet, ka 40 sa butime dhe ka shumë vite pra jep me shpirt me zemër, nuk është për kthim në shqiptar. Nëse janë edhe mosha tjera që na sugjerojnë, thonë na keni mundësi, por gjithmonë ka edhe për tyne që e ndjekin. Të shkodojnë edhe Instagrami, Facebooku, edhe të kërkojnë. Është një kategori që kërkojnë këtë librin e motivuar. Më thonë a ke lezu. Nështë mori thama kam kaluar pjesën e motivimit, por je sugjerojnë në raport gjithmonë. Nuk është si e kam e hedhi sy disa librave, kuptohet, por jo gjithëve, por nisën nga jo, kjo është shitje, thamë. Ja tha me sinceritet. Disa libra janë shqip, ti me nosin dush. A është i shtrenjtë libri sot për sot në Shqipëri? Unë nuk jam taja që thojnë është i shtrenjtë. Në raport me të tjertë, mund të ketë ka dhe që janë shtrenjtë, por me rritin e rrogave, me rritjen e të ardhonave, thamë si familjet e përballojnë. E përballojnë. Është më shtrenjtë libri apo dëshira për të shpenzuar për librin? Unë mendoj këtu qalojmë puna tek dëshira për të lexuar mbi të gjitha, por edhe tek koha që ne i krijojmë vetes apo luksi që i krijojmë vetes për të pasur një libër në duar e për ta shfletuar atë. Pavarësisht tash Shkoda është qytet që lexon. Po do të nisesh edhe te kjo. Në një familje kur disa të ardhurna janë në të fijen e perët, libri është i pari që hiqet për listës mas me e ble. Por prapse prap, sa ke i pejkojnë prind, shumë për fëmijët, edhe vetë të rritë me drogat e tyre më shumë, e blejnë librin. Unë i falenderoj gjithë. Shumë falenderoj që vinë e blenë ose që shkojnë në vende tjera edhe e ndjekin librin dhe janë kontakt me librin. Kjo është më rëndësishme. Unë shpresoj shumë që ky trend të vazhdojë gjithmonë me tendencën në rritje për të pasur sa më shumë lexues, për të pasur sa më shumë libra dashës. Një urim për vitin 2026? Ju uroj gjithë shqiptarëve shëndet dhe mërësi. Suksese, inshallah, kanë mundësi që në që se kanë blej një libër në muet blej në dy. E uroj edhe unë bashkohem fort me urimin të uroj vërtet shumë që të shtohen sa më shumë lexuesit për librin. Të uroj shumë suksese, të falenderoj jashtëzakonisht shumë, gjithmonë
ky është një vend shumë i dashur për mua edhe jam e sigurt për shumë shkodran të tjerë. Faleminderit. Për bashkëpunimin e shumë viteve që kanë bërë me mua si libari. Faleminderit. Sa bukur libra. Po, dakord, okay, mirë, jam mirë estetik, shkodra, intelektualve, etj, që lexojnë libra, shpresoj që këtë dëshirë të shtohet edhe më tepër, se këtu na dhënë të gjitha shtuar, sipas Arjanit, po. Domethënë janë të gjithë persona që lexojnë nga një libër, lexojnë 3 libra, apo janë shtuar persona që lexojnë nga një libër? Janë shtuar persona. Nga një person që lexon 3 libra. Për 3 libra. Ka pak të 2 persona që lexojnë 2 libra. Bam lamsh. Po megjithatë, okay, dikush thotë, shikoj, më nuk më shkon nga natyra që duroj një libër, okay, nuk ma pëlqen ai që do e marr. Për shembull, çfarë? Për shembull, personi që e blen është intelektuale dhe ai lexon, ai është shumë i mençur ai, por nuk i pëlqen atij u dashoj librin, nuk i pëlqen. Po. Shoq, prap libra ti. Ashtu thotë? Prap libra, po se lexojnë të tjerët, se lexon ti. Po pse më do del koha ti për lexuar libra ti? Ti në punë sa ndek të gjithmonë del koha për të lexuar libra. Dhe është vetëm justifikim. Sa herë digje gjella duke lexuar librin? Çrëndsi ka kjo? Jo, nuk digje gjella. Garnera, më do të lajë ime, gjellë sonde. Nuk më digjet gjella asnjëherë. E dini pse? Se kam vjerën më të mirë në botë. Se gatuan ajo. Po, le mi the ato fjalët pak më përpara se të hynë në studio, kur unë i bëj këto pyetje, ku e lëvajzën, po kjo, po ajo Vjera, një 10 herë emrin e Vjerës. E kam të mirë. Pa që jetën e gjatë moj Vjerë, po ti që ke Vjerë rrallë edhe të përshëndesim shumë fort prej këtej. Mama të dua fort, mua. Që dhe për Vjerën e kishe, për mami tonë. Po për Vjerën, pra, mama i temë, po kështu i themë. Oke, mami i thua dhe mami të Vjerës sëve. Më befasove. Pse më i befasova, kjo është thjesht normale? Që dhe befasoj unë tani ty. Ma trego. Libra the ti? Libra thash unë. Po punimet me grep si i ke ti? I ke qef, si ke qef? I kam preferuar, po nuk di ti realizoj. Oke. Shko në Tushë e Misht. Të mësojnë atje. Po, nëse ke kohë ti që lexon libra, për gjithë kokën për të bërë kukulla me grep. Se bëjnë kukulla me grep ata? Po, edhe jo kështu kukulla të zakonshme. Zonja, për shumë të 50 dhe si për hap televizor, YouTube-in, shikon ati cilat janë kukulla që janë më shumë të ndjekura e më the të thash, i bën një foto, ta bën me grep si që është personazhi më i famshëm për fëmijë. Edhe i rreshton aty në Tushë e Misht, janë kështu rresht. Ka një Moana ajo aty se vdes vajza ime? Vërtet, do ta ketë patjetër. Për Moanu. Vese do bësh rrugën deri në Tushë e Misht. Se nuk i morën numër telefoni asaj që ti thoja, jo posta, jo hajde. Po ju deri në Tushë e Misht për vajzën. Tushë e Misht pa bukur, është shumë e bukur. Po shiko se ke edhe arsye të tjera se janë sa pamjet bukura që kemi sjell nga Tushë e Mishti. Ja vlen për të shkuar. Le të ndikim te Kartolin, por na ndodhi edhe një incident i vogël. Çfarë ndodhi? Mama vjen keq. Jo s'po e them, më mirë ndiqja. Hajde ta shohim. Dëgjoni incidentin, dëgjoni. Kukullat pëlqejnë shumë në Tushë e Misht. Do më thënë nga vizitorët, Po. Sa ko ke që po i bën ti këto? Po ne, unë kam ja 12 vjetë. Se para këtyre ti bëj ato tantellot, centrot. Po, dhe një kështu, pelerë. Ato që bënim diku në pajë, Patjetër. Pastaj ndroi turizmin, na tregoi se ndërrova se kishte shumë nga ato dhe nuk po shisja fare. Dhe thash pa ta provoj një me kukullë, janë personazhe. Këto personazhe, pra ti shikon ato personazhet e filmave që pëlqejnë kalamajt, i bën me grep aty, i bëj me grep unë dhe i shes. Po ja, të kuptoj çfarë personazhi ke në dorë. Po këtë po e bëj një kështu si trup, se kur vete në shtëpi këto që kam shitur i bëj, se duan çik Terezi. Çfarë shitet më shumë, cila kukull? Po shitet Sulkuqja, shitet Arieli, shitet Repanzëve, gjitha kukull. S'kem su gjitha më. Unë kam vite më unë. Ku
Kush blen kukulla njerë, burat apo gratë, apo fëmijët? Gjokët e kukulla blenë më shumë blenë dhe për këshu, për dhurata. Për dhurata, i njojnë ato personazhe dhe i blenë, dhe fëmijët i blenë. Marrën dhe mosha 20 vjetë më. Sa për një kukull themi shumë kureshtar? 5.000 leka kam lënë se ka shumë, pa, do ta vësh qik më shumë. Ka shumë se ti vonon për ta bërë ato të qik më shumë, po ka shumë, dërsa vinë tute mua, ato janë bushura dhe poshtë, pasaj thënë, o, po. Ke ndruar vënd, rri këtu të teta Olga, se këtu grumbullon? S'kam lojtë të këtu shpanë. Që kur po i keti? Gradecë, rri po Gradecë. Shkon e vjen çdo ditë në Gradecë, nuk është larg? Me fugon. E këtu, e ke zënë të qeshë këtu? Ke vënë atë plasmasin për erën sot? O të keqë një. Pas je dhe erën aty Moj, po mos e që e ke bukasollet vogël tu ti. Po hiqe moj atë plasmas, moj. Sa të del dita, se jemi shumë kureshtar, sa të del dita? Gjokte, tash unë 2 ditë në javë vi unë. 2 ditë në javë, po? Vetëm fundjavave se nuk i bëj dot. Vish për ditë këtu. Nuk e kap, edhe në vear kur ka unë vetëm 2 ditë. Se nuk i përballoj dot. Veti bësh çik të bukur dhe se tash i njohit Në po Gradecë shiten gjë apo jo? Se di, unë nuk vetem po Gradecë. Nuk shesëm këtu, unë vetëm këtu. Mirë, vitin e ri, bëre lekët për vitin e ri. Po, Sa të shkon llogaria për vitin e ri e ke bërë? atë keqen jo, po ne sa më shkon, po prit se është i shpejt më duket. Po do rriten çmimet, nuk rriten çmimet tu. Rriten. Baklavan e bën akoma veti. Do ta bëj vetë, po se kam bërë vetë, se s'kam patur kohë. Se tash i për vit të ri, këto i. Që do blem më duket petat, iku traditat e Po jo, byrekut e se na ka dolën tash personazhet e receta. filmave. Tash i ka receta që e bën për 5 minuta. Iku e traditashëm. Iko ajo me peta. Dikur me sa peta e bëje një baklavati? 6 po e pikje në saçë. Në saç, Në saç peta, po si besh. mirë tani. Kur ke ngrënë për herë të fundit të lloj baklavaj? Kam vite unë s'kam ngrënë ashtu. Gjel deti do bësh? Nuk e kam shumë qef atë gjelin e detit. Se kam qef. Urdhëro. E këmbyen, me çaj këmbyen. Ai. Po kur pa dhe ishe brenda? Ishe brenda. Me do ljosh me zoj, kur fillosh me shlit. Kuklla me zoru edhe unazat e tua. Qfarë se? E pra, kam drejtun. Ke shumë drejt për zote. Që shka puna e atje? E morë ato vajzat e Da, shikoj njerë. Po ti kushta me ja. I morën unazën edhe i lanë të vjetrën. Të sheprishe punin. Po pse me mi leka i lartë? Të dua vajza ime. Këto mos mi leka i lartë mua. Shu dhe u mërzite? Atë me tani. Po ta si e bëri ajo, erdhi ndroi unazën, la të vjetrën, mori të re, shumë keq. Sa keq është? Sa turp? Sa turp. Asaj të shkojnë festat mbrap. Sa bëshin ato unazat? Sa bën? 2.000 me 2.000. Se nuk janë floriri, ta kujtoj se është floriri, vale. Ja, për 2.000 lekë. Do të them dhimbje në forcë. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ndjekin tani. Uroj gjithë shqiptarët të kenë sa më shumë gëzime dhe paqe dhe të duan njëri tjetrin, më se është bërë shumë keq. Kënë që më i madhe janë ndroi unazën. Po sa e mirë qëngë. Po si kemi njerë që ta dinë Sa neve. dete i salari. I salari, sa dete. Ti ta gëzosh. Edhe të uroj një vit sa më të mbar për ty. Shumë faleminderit. Edhe kur të vijë herën tjetër, jo kështu, në kasolle me plasmas, po një dyqan të bukur artistik, që ti të shesësh kupat më të bukura në Tushemisht. Je dakord? Faleminderit, po. Po këtu ja kemi këtë Olgën, s'ke ku vete. Ja me kënaqur dhe kështu me plasmas. Sa bukur ato kukullat. Edhe incidenti. Edhe incidenti, po si ja morën du nazën e rej, vun të vjetrën,
Po nuk u mërzite Shkreta. Unë baj dhe në fund të intervjisës se mos e ndala rregun. Jo, me shumë direkt. Po sa mirë edhe ti që nuk e fik asnjëherë. Jo, nuk e asnjëherë, jo, lëndezut këto janë gjëra të bukura, ti kapur këto gjëra. E vërtet se kap gjëra vërtet shumë interesante ndonjëherë. Ja dhe unë kam kapur gjëra vërtet shumë interesante. Njëra shumë interesante, se Shkodra ka të rinj plot, të rinj që janë tepër të talentuar e ka një zë fantastik. Djali që do të jetë në këto momente, përmes kartolinës, është ndër më të rinj që është bërë pjesë e Karajfilave të Shkodrës, një grup me histori shumë vjeçare në qytetin tonë. Denis Fikaj, përcjellim kartolinën dhe urimet e tij. Ta tokim zhvendoset tek një tjetër personazh, super i talentuar. Jemi vërtet shumë krenar që e kemi Shkodran. Denis Fikaj, sa mirë që të kam këtu. Përshëndetje, mirë si u gjej. Si ishte viti 2025 për ty? I bukur, i lodhshëm, i suksesshëm i gjitha. Edhe i arktushëm, ka një bukur. Cilat ishin disa nga gjërat më të bukura? Çfarë kujton ti me dëshirë, me ëndje? Po aktivitetet që janë organizuar, që janë bërë, këto janë më të bukura, edhe koha me familje. Ja përmendim disa nga këto aktivitete. Po aktivitetet për festat, për shembull këto të fundit po flasim, ishte shumë i bukur, aktiviteti i fundit, atmosferë festash, atmosferë e bukur, njerëz, kallabllek. Pse këndon ti? Është diçka që ka herë kur ulem edhe e pyes vetin pse, nuk mundem me gjetë arsye që me ma kundërshtu atë pyetje që i baj vetit. Thjesht tham kënoja, më pëlqen shumë, është diçka që përtej pasionit, është se di. Diçka që A është profesion i vështirë këndimi? Është deri diku, sepse vështirësinë e myt nuk e myt, e mposht me kënaqësi, me arktim, sepse këndimi është arktim. E vërtet. Edhe nuk besoj që është edhe aq e vështirë. A është arktim për ty që këndon apo për ne që të dëgjojmë? Si mendon? Për të dyja palë, po për një gjusin është gjë më e bukur. Për të dyja palë, sepse unë kur shoh që spektatori kënaqet, unë fitoj një emocion të veçantë, se është diçka që për cilën unë kam punu, unë e shoh që bëj diçka. Cilat nga daljet skenike të kanë lënë më shumë mbresa? Po të tona ka i fije, nuk ditesh me veçu një, të tona ka pak. Por mund të veçoj daljen e parë, që ka qenë në Gjeniun e vogël para 4 vitesh, ishte emocion shumë i madh. Sa dridheshe, na trego? Prej muajit kërës deri fund kamës. Ishe komplet, me thanë, qullë ndjerës, emocione, ishte frikë. Po tani që kujton, mendoj është më shumë emocion se sa frikë. Pa tjetër, është emocion i bukur edhe ka herë, kur shaf shumë YouTube, sepse transmeton YouTube, tam sa bukur. Edhe se sot ato emocionet, sa do pak ikon, fillojnë të largu, sepse mësohesh, atëherë emocioni, thëmë, sa bukur e emocioni, se është e frika si po dalë që po baj. E vërtet. Por edhe të ahengu Shkodran të kemi parë. Një tjetë, do më thënë, janë dy gjëra diametralisht të ndryshme me njëra tjetrën. Kam fillu të kënu muzikë klasike. Rrugës fillohet të një gjuhë muzikën shkodrane, nuk është se e kisha admiru, ose nuk është se e kisha pëlqy në gërtisha, thjesht muzikë shkodrane. Tu kalu koha, filloj me më pëlqy. Edhe kam pas një mësus muziket, cili gjej rastin me përshnej, Arben Njubani, i cili e përshnesim. Edhe më thot që, pse nuk e banë prof, thot më fut në grupin Karajfila që ka Shkodra. Edhe aty ishin tonë burra, me emër, artista, edhe më duk të vedja shumë i vogël. Fillova të kënu aty, fillove me hi në qef muzika shkodrane, edhe si jam do ma që ishte në ditë. Emocioni veçantë është pjesë e Karajfilave. Kanë traditë të madhe, emër të madhe, histori të madhe, si ndihesh ti? Unë ndihem shumë krenar, sepse nuk është pak. Kanë vite me i shpatullat cilat
vështirësi, momentet bukura, artistat marrin me pak fjalë, edhe nuk është pak. Nga herë kur ja baj pyetjen vetit, tham ku je Denis? Je me grupin Karajfila që ka Shkodra, edhe nuk është pak. Dikuj ndoshta i duket shumë pak, por që unë e vlerësoj shumë këtë gjë. Edhe është në fakt për të vlerësuar. Me që jemi te Karajfila, ta këndojmë një këngë vogël. Ti të më thënë se unë jo, po ti. Si thua? Patjetër. Karajfila që ka Shkodra me dhe sa të bukur janë. Karajfila që ka Shkodra me dhe sa të bukur janë. Gangjet mlaja, gangjet vogla, merë mushim dy janë. Aman, aman, gangjet mlaja, gangjet vogla, merë mushim dy janë. Sa me fat jam që kam kaq afër shijoj këtë zë të mrekullueshëm. A ka pasur pendesa viti 2025? Nuk e di, tham që jo, s'ka pas. Ose mbase gjëra që kanë mbetur aty në sirtar, nuk kanë dalë, nuk janë realizuar? Jo, a di pse? Marr shumë gjana, marr gjana pak në përgjithësi. Ata gjana që marr kam qef mi që deri në fund. Marr ndoshta 2-3 punë, po ato punë që marr do mi që deri në fund. Nuk marr 10-15 dhe tham do t'i kryj edhe mesin përgjithësi, vjeni nada atëherë. Kjo është gjë e mirë, kjo është gjë e mirë, tregon se sa i përgjegjshëm je ti për përgjegjësitë që merr mbi supe. Ke në plan ndonjë projekt të ndin, ndonjë event që do të marrësh pjesë? Po, është sidomos fundvitja është plot me evente, me aktivitete. Shpresojmë që kemi sa më shumë, festojmë, bëjmë gjëra të bukura pse jo. A duhet frymëzim për të kënduar? Duhet. Ku e merr ti? Po, të çdo gjë e bukur. Por gjëja që njëherë tham është familja. Sepse kur ke përkrahjen e tyne, ke mbështetjen e tyne, vetëm kur i shef edhe e shef që ti kënën ata të buzëqeshin, është frymëzim. Është frymëzim sepse jetu bë diçka, jo vetëm për veten, jetu e bë edhe për ata. Që nesër ata më thanë, shiqar djalit kena, ose çdo kush, jo vetëm unë. Është frymëzim, familja është pika kyçe për mua. A është Shkodra terreni i duhur për të zhvilluar talentin si këngëtar? Po Shkodra ka çdo gjë. Shkodra që s'ka humorin, ka këngën, që pikturë, që s'ka është djepi kulturës. E vërtet, dhe jemi me fat. Ndonjëherë se dim, po jemi me fat që jemi këtu. Ja çfarë djali kemi, ja çfarë zëri të mrekullueshëm ka. Një urim për të gjithë miqtë e Tatokim për këtë fundvit? Ju uroj një vit sa më të lumtur për familjeve tuaja, me sofrën e mushën plot ushqime, por nuk është të thënë vetëm me ushqime, me njerëz të bukur, me njerëz të mirë, me njerëz që doni dhe ju dojnë. Shpresoj që ky vit që ka kaluar të kenë shumë më e mirë dhe viti që vjen të jetë shumë më e mirë. Unë të falenderoj shumë për këto momente të mrekullueshme që na dhurove, të falenderoj shumë për muzikën e bukur që na dhuron gjithmonë, edhe të uroj një vit sa më të suksesshëm, sa më të bukur e të mbushur me evente që lën mbreset e këtij. Po nuk lë pa ikur pa na kënduar edhe një këngë tjetër. Tani çfarë do të këndojmë për fund, për mbyllje? Them të një këngë për Shkodrën. Shumë bukur. Shkodra ka plot dashuri, nga zëbrenga në fshetësi, por unë të kam dash ty. Shiu mbili qenë piklon, dhe të di qfar më mundon. T'je me vajza kur festojnë, e të them kujto, vjen ajo që shkon, kush të deshi pran, të do afër meje, në Shkodër të vish e shpirtin. Fantastik. Faleminderit. Faleminderit ty.
Denisi është vërtet i mrekullueshëm, edhe ka një zë shumë të bukur edhe është vërtet shumë kënaqësi ta dëgjosh kur këndon. Denisi ndoshta duket serioz në këtë intervistë, por është djalë me shumë batuta. Është edhe një imitues si perfekt, po nuk do flas më shumë se do thot tani nga shtëpia vet Kozita Mos deri aty mjafton. Po se s'ma them më për imiton shumë mirë. Ai është fantastik për të imituar Denisi? Denisi edhe një intervistë tjetër bashkë unë edhe ti. Ashtu, por imitimet. Bukur do ishte, bukur do ishte. Do kalojmë në një personazh tjetër? Kalojmë në një personazh tjetër. Një zonjë nderuar, mjestre e madhe, aktoria Drande Xhaj. Në një kartolinë të vogël të bukur të këndshme të marra në ambientet teatër Migjenit, aktoria uron të gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda Republikës së Shqipërisë, por kudo që ata ndodhen dhe janë duke ndjekur kartolinën. Një mike e përhershme e emisionit tonë, në rrethanat të tjera po bëhet intervista, konkluzioni për 2025-ën. Në fund fare, Drande Xhaj, çfarë mendimi ka? Si shkoj tek i shkoj, po mos e haro, nga janari në dhjetor, se zakonisht mbaj mend të fundit. Po. Atëherë, 2025 ka një vit shumë i suksesshëm, me angazhime shumë të mëdha. Kam fitu 2 çmime si regjizore me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, një në festivalin e 1001 dritareve në Berat, edhe një tjetër në festival ndërkombëtar në Zagreb me 11 trupa nga disa shtetet e Europës dhe nga Shqipëria, Kosova, por edhe ato ishte një përfaqësim mjaft dinjitoz i të gjitha trupave, por shfaqja jonë bani diferencen. Jam shumë e lumtur. Një lumturi që e ke jo vetëm ty, po gjithë Shkodranën, se në fundit ti përfaqëson Shkodrën edhe i rritë reputacionin këtij vendi. Sigurisht, por më e rëndësishmja është sepse fëmijët janë gëzu kaq shumë e me pa gëzimin në sytë e fëmijëve, nuk kishte gjë më të bukur edhe emocion më i mrekullueshëm nuk ka ku shkon. Për mua i herë satisfaksion shumë i madh, gëzimi i fëmijëve. Bravo, 2 çmime të fituar që do thotë Shkodra që ka thesar për nxjerr talente. Po me një regjizore si unë me motor. Jo, po pra, sa duhet edhe personi që ti drejtoj, mjeshtra që ti thotë se çfarë do të bëjnë, duhet i mësoj pra. Po isha ka po janë fëmijë shumë talentuar. Është edhe qytet. Po punë me punë kena punu shumë jashtë mase shumë. Me ta. Pa. Sepse fëmijët nuk janë mësuar me bë vepra të mëdha. Tani jemi në dhjetor, impenjativ dhe dhjetori. Edhe dhjetori shumë impenjativ. Mram filloi festivali marrë kombëtar i humorit. Mram ishte nata e parë, salla është gjithmonë e tej mushën, nuk kishte asnjë karrik bosh, edhe janë shit biletat edhe për natën e fundit. Mendo se çfarë interesimit kanë shkodranët për humorin, sepse në Shkodër është shtëpia humorit. Festival kolegu jot, me keqardhje, gati sa nuk qante, që në Durrës nuk kemi aktivitete të tilla dhe ai emocionoi që Shkodra e ka. Jemi në nivelin lartësinë e duhur për organizime të humorit apo duhet edhe më shumë Dranë? Fatmirësisht e treguam edhe kësaj rradhe dhe Arjan Çuliçi ja arriti edhe një herë që të bëj një fest për marrë qytetin e Shkodrës, sepse një premier humorit është fest për gjithë qytetin e Shkodrës. Cili do të ishte viti i ri më ideal për ty? Ma përshkruaj praksi. Dranë, për të kalu bukur një vit të ri do donte 1, 2, 3, 4 gjëra. Paratë thonë drejten. Mas gjitha lodhjeve të vitit 2025, me thënë drejten, sepse angazhimet nuk kanë marrua lo, me datën 20 shkojmë në Itali, me datën 27 sofra shkodrane. Dhe me thonë, me nuk është rrisi për ty, me këtë rritëm jetë, gjithmonë. Vjen një kohë dhe lodhja ban punën e vetë. Jo, më se thuaj fare, më në formë, po unë të shohë më në formë se asë njerë. Faleminderit, se po motivon për me kënë në formë, shumë formë. E kam seriozisht, Dranë, i e këtë në formë. Edhe natën e vitit të ri jam angazhume, natën e vitit të ri, do ta festoj në një event që më kanë ftu atje, edhe unë mrapa në janar, ditë e parat janarit do të kisha dasht mu largu krejt, me shku në një vend. Ku është ai vendi? Na e thuaj, ku do donte Dranë të shkonte, të pushonte mbas gjithë asaj lodhje? Unë do të kisha dasht me shku se më kanë ftu në Milano, me thonë drejten. Edhe njërë do shosh në Itali? Me 20 kina angazhim, kurse në Milano më kanë ftu thjesht për qef.
do ta kisha pas shumë me qejf me shku një herë, mu qetësu, mu relaksu. Kush të pret atje? Me njerëz apo vetëm? Jo, me njerëz, me festu me njerëz. Pra ti prap do t'jesh me njerëz dhe prap për ty është ideale kjo gjë. Prap. Po je njëri i shoqërisë dhe i batutave dhe i humorit, si gjithmonë. Po, kështu mendoj edhe unë, për djerë ftojnë. Patjetër, një urim për të gjithë shqiptarët, jo vetëm shkodranët. Atëherë, për të gjithë shqiptarët, urimi jem nga zemra është një vit sa më i marë, me shnetin rrallëpar dhe të gjitha të tjerat. Për shkodranët, aq më shumë, një vit i mbarë në këtë Shkodrën e bukur që është stolis çdo natë edhe në këtë dhjetor, dhe me thonë muaj dimri, Shkodrën e ke plot e përplot me turistë, por edhe me njerëz shkodran që gëzojnë dhe për natë ka koncerte atje, mu mbahet zemra mal. Edhe do të thëmë, më i bukur i vend këtë dhe, është Shkodra ku kam le. Krenar për te unë jam. Ma të bukur sa atë nuk kam. Goja, faleminderit ta kaloj sa më bukur. Faleminderit edhe ju, gëzuar edhe ju. Një mjeshtre e madhe, një artiste e madhe, një grua vërtet e nderuar dhe një zonjë që e do e gjithë Shkodra dhe e gjithë Shqipëria. E falenderojmë shumë për urimet e saj. Tani, nga një mjeshtre e madhe do të kalojmë tek një tjetër mjeshtër, është një djalë i ri, shumë i talentuar, vërtet fantastik në shumë disiplina, po në ciklizëm, po për këngë njerë, për tekst shkrime, shumë fantastik, por edhe shumë spontan në intervistin e tij. Mateo Balaj përcjelli urimin e tij. Big B, Mateo Balaj është me ne në Tatokim. Është një intervistë e bukur dhe veçantë, mendoj unë. Tani Mateo, si shkoj 2025-a? 2025-a ka shku perfekt. Çdo vit me eksperjenca të reja, gjana, pëlqen me bë gjana që si kam bë ndonjëherë. Dhe me që po flasim për eksperiencat e reja, cilat ishin disa nga eksperiencat më të bukura që realizove gjatë këtij viti? Atëherë, gjatë këtij viti, unë për herë të parë prova me garu në Belgjik, nga që marrëm edhe me sport. Marrëm me ciklizëm, edhe në Belgjik ishte një eksperiencë e re që më dha mundësia për me garu me ekip belg. Sa i lumtur je për këtë? Shumë i lumtur për çdo arritje, për çdo gjë të re. Është gjithçka shtyce për hopin tjetër. Si gërsheton kaq bukur të dyja, edhe muzikën, artin, por edhe sportin? Momentin kur kam ndonjë problem, ndonjë stres me sportin, e shfryn muzikë. Edhe muzika që bëjon është muzikë rap, po nuk është të bazuar veç te rapi, jam domethënë me një hapun të çdo lloj zhanri. Ku e merr frymëzimin ti për të shkruar këngë? Frymëzimin e marr Adin, është më shumë si pjesë si e riparoj unë vetin. Kur kam ndonjë problem, ndonjë gjë, e shfryn në tekst. Edhe është mendoj se është diçka që më ka marrë një gjendje. Kush ishe i parë apo e para këto tekste? Shogemi ngusht. Sa kritik është ndaj teje? Për kritik, edhe unë edhe po isha gabim, thëtë bravo se. Pra është më tepër në këta anën mbështetëse, në këta anën mbështetëse edhe shtytëse. Po. Unë jam i lumtur që ti ke një shok të tillë dhe ne përshëndesim nga Tatokim. Tani, cilat janë synimet e tua për vitin 2026, se gati iku viti 2025, edhe cilat mendon ti se janë disa nga pikë synimet që ja ke vënë vetes si për t'i arritur si qëllime? 2026 normal që mendoj me vazhdu si karrierën e sportit edhe karrierën e muzikës. Edhe shpresoj që edhe me bë gara ndërkombëtare më shumë, si dhe edhe evente më të mëdha me muzikën. Së fundmi ishe në një event përpara bashkisë. Si ishte publiku? Si ishte atmosfera? Si e pret Shkodra fundvitin? Atmosfera ishte mirë, adin Mundej më mirë? Mund e më mirë, sepse adin tonë lokalet janë rrështu me karrige, dzet, konajt, dërhat.
Jo a krijojnë qytetarëve këtë luksin të dëgjojnë muzikën rehat. Për njerëz ko pos, por kisha pos qef që po, 1.600 një ata që kanë kënë ullë tonë, me kënë, për ball skins. Po nejse, ko pos njerëz, thjesht, okej, kisha pos qef më shumë ritëm, më shumë gjithçka, edhe ka ona pjesës performancave. Mbani vesh njerëz, se nuk po flet kot Mateo, për ju i ka të gjitha. Ndonjë kompeticion muzikor ken plan në 2026? Po, pse jo, domethënë, nëse edhe Tirana organizon ndonjë gjë, ose edhe në Shkodër, pse jo. Te urojmë shumë suksese. Përpara se të marrin urimin përfundimtar, e bëjmë një lojë bashkë? Kjo loj nuk ka fitues. Kjo është vërtet një loj fani, por duket që Mateo është vërtet shumë i përshëndruar në atë që ka bën. Mateo, një urim për të gjithë miqt e Tatokim? Një rejt të tonë dhe një vitë so më të marë, edhe me kreativitet, pozitivitet, të në të mirët, edhe qëndronit bashkumë gjithmonë. Faleminderit shumë për momentet e bukura që na dhurove. Faleminderit. On tu free my enemy, que my G don't feel the synergy. Where you from? First you feel it, pick me. I don't have no ass out, bitch, that's breezy. Gonna go as you are contact teasing. 6 months in the half, make a back, you'll take my graph. For a boy, we split in half, just me and my contract, taking it off. Picking it up when I drop it off. Was a bit hard, and the set is hot, but I keep winning and breaking off. You show me look, then you turn your back, then boss go back, then fist me. Last time I almost broke her back, I know what she wants with me. I'm spitting bosses, spitting, come on, no, people better rock. I'm gonna phone her, grabbing a pop. I'm gonna phone her, grabbing a I'm gonna phone her, grabbing a pussy, be holding my stamina, I'm sick with a plan, I'm going up like I see four, I'm showing up. Even a back, I'm throwing up. If option paid, I'm throwing with her. If plastic high, I'm going up. But instead they copy me. Want to sweep my head, she gon' kill my G, gon' kill this energy. Where you from? Shift me, cause you play it with me. I don't have no ice, now push us freezing. Put a whole ice in a contract teasing. 6 months, 2.5. With the back, you'll take my graph. 4 boys split in half, just me and my contract taking a bath. Thinking about when I struck these off. Was a bit hard, and I said it's hard, but I keep winning and breaking hard. Yeah, poco squadra, yeah, ma po' poi tutti me cubi. Po' pagliate buonangi, po' no casonze me non si. Ina poi po' fugaro, po' maggi, buona e tu so. Po' po', ves po' ciò, si so me po' sempre a puccio. Wait. Look. I'm going to fall for the bait, going to fall for the hate. Oh no way. Remember that time I got your toes on that with a bunch of fools, of course you know that one of those you a big caught the bitch and force. I got a big caught and I put it to use. Roll this back up, I can't refuse. What if I win? What if I lose? What if I break that Canada fuse? I'll keep myself on low top, I'm a international fucker. They don't wanna see me fuck up, all they can do is off my upper. 21 and I'm still getting hotter. What do they think I caught up? BBL, Chica Nova, she will see me is proper. Yo! Love that. Sa bukur, s'ma këndoj atë këngën popullore që s'ma këndoj. Po unë habitim njërë si të pranoj, ju të vinde një intervjist, se kur i them unë për në gjithë volë, ja unë thot. E korrupto? A shu, Okej, mirë. Mateo në përshëndesim të nga studio, paka shumë njëzë e dinë se djali kujtë është, me thënë, është djalim. Po kemi bërë fmit mirë, po kemi bërë fmit mrekullueshëm. është djali mirë ai, është djali mirë, dëgjon mamin, jo tani nuk do të themi këto, se pastaj dëgjojnë shoqet dhe thonë, po që ata mamin në emision. Është me karakter të fortë. Është ciklis, është kampion i Shqipërisë dhe gje rastin të falenderoj ekipin Vllaznia, aty ku i ka pasur fillimet e veta, me trener Leonard Kolla, që ëndrrën e tij që në moshën 14 vjeçare e çoi përtej,
edhe Mateo e ndjen veten të plotësuar në ciklizëm, pavarësisht vështirësive që ka ciklizmi në Shqipëri. Mirë, faleminderit. Faleminderit Mateos, që ishte kaq spontan dhe kaq i lirshëm edhe vërtet na ka dhuruar momente shumë të bukura gjatë kësaj interviste. Por mbi gjitha, faleminderit për mundin edhe lodhjen edhe punën që bën gjatë gjithë vitit për të realizuar të gjitha ëndrat e tij, se fal ëndrave të tij sigurisht kemi edhe ne arsye për të qenë krenar për Shqipërinë. Okej, këtu kemi përfunduar emisionin edhe për sonte, iku data 27, shpejt, por vjen 28 dhe 28 ka të tjera kartolina po aq të bukura sa në të gjitha këto net që i kemi transmetuar duke filluar nga 21 dhjetori. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën e mirë.